Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, miq të kanalit Monitor TV. Ja ku jemi drejt për drejt me episodin e radhës, sonte me mua Tirona Lilin për të biseduar, për të komentuar dhe për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit, por edhe jashtë asaj. Dita e sotme ka qenë një ditë surprizuese, ka qenë një ditë me dinamika interesante. Kemi patur daljet e para të Caseyt që në fakt do t'i komentojmë me njëherë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit natën e mbrëmshme të një thyerje që rregullash që Casey bëri. Kemi patur rikthimin e Gjestit pas një periudhe shumë të gjatë. Gjesti do të rikthehet në sken që do të flasim realisht për detajet e këngës, për kuptimin e kësaj këngë që në fakt ka dalur vetëm një trailer i vogël, por ne do të zbulojmë duke hamencuar, duke dhënë mendimet tona, duke analizuar në fakt në mënyrë të detajuar se si do të duket kënga e Gjestit edhe kujt do t'i kushtohet kjo këngë, dhe më pas do të flasim normalisht për marrëdhënien Alba dhe Limi, të cilët tashmë kanë filluar që të afrohen sa më shumë, kanë filluar që të ndajnë shtratin, t'i kushtojnë njëri tjetrit më shumë vëmendje. Domethënë ka patur ngjarje të ndryshme duke folur edhe për Rogertin. Fillimisht në këtë edicion do ta nis duke komentuar dy zarfat e zinj që në fakt natën e mbrëmshme u bën pjesë e shtëpisë së Big Brotherit. Në historinë e Big Brotherit nuk ka patur asnjëherë dy zarfa të zinj. Unë realisht u befasova, i prisja me shumë emocion se çfarë do të sjellin këto dy zarfa të zinj, se çfarë do të thuhet brenda këtyre dy zarfave, por ajo që u komunikua për mendimin tim, si një analist i kësaj loje, si një shikues i kësaj loje, nuk ishte e drejtë. Do të thoni pse? Sepse mendoj që atë që mori Casey si vendim nga vllau i madh për mënyrën e të shprehurit që ka përdorur, për gjuhën që ka përdorur, për kulturën që ka treguar, për qasjen që ka patur edhe me banorët e tjerë Rogerti, mendoj që meritonte shumë më shumë që të largohej nga shtëpia e Big Brotherit. Por siç duket, domethënë vllau i madh, unë gjithmonë jam munduar që t'jem gazetari drejt për drejt në ato që shoh, domethënë aty ku ndoshta duhet goditur produksioni edhe ta godas produksionin, vllau i madh ka menduar që Rogerti është i vetmi pol i kundërt i shtëpisë dhe në qoftë se Rogerti largohet nga shtëpia e Big Brotherit, domethënë në qoftë se natën e mbrëmshme Rogertit i mbaronte rrugtimin në Big Brother, aty do të mbaronin edhe dinamikat edhe zënkat. Do me thënë, që në fillimet e këtij spektakli, që në fillimet e këtij reality show, banorët u ndanë në dy kënde. Ishte Casey, i cili ishte kënd më vete, Stelina që ishte në fakt e luhatshme herë tek Casey sepse kishte ato pasionet e dashurisë, emocionet, dhe herë tek grupi i mirit. Por me hyrjen e Rogertit, gjërat u pozicionuan. Të gjithë banorët u bën bashk kundër drejt një personazhit. Rogerti në dhomën e rrëfimeve para se të bëheshte pjesë e spektaklit premtoi që do të sillte një energji jashtëzakonisht të bukur, që do të sillte pozitivitet, që do të sillte dashuri, domethënë do ndalonte zërat që fliteshin lart e poshtë nëpër shtëpi, ato zërat që bërtisnin, por siç duket Rogerti e bëri edhe më të keqen. Rogerti doli më ndryshe. Rogerti doli kërcënues, Rogerti doli ofendues, Rogerti doli denigrues deri tek familjarët e banorëve, që në fakt natën e mbrëmshme ka patur një reagim që unë nuk e kam komentuar, po një herë ta ndaj me ju dhe pastaj me patjetër që do ta komentoj. Ka patur edhe një reagim nga vetë familja e Rogertit, domethënë në Instagramin e tij. Në këtë reagimin thuhet në fjalë të ndryshme për Rogertin. Tani në qoftë se uroj të jetë regjistruar, në qoftë se nuk ka ikur, por do ta gjej sepse e kam ruajtur dikundi, reagimin që kanë bërë në fakt familjarët e Rogertit, duke shkruajtur fjalë për Malin. Po, e gjeta. Më thënë bëhet fjalë për këtë shkrimin, dëgjoni me kujdes. Big Brother VIP thon njihet si lojë nervash. Kush qëndron më shumë përballë presionit, stresit dhe lojës që bëhet aty. Debati i ashpër me tone të larta mes Rogertit edhe Malit, padyshim që nuk është në nivel, thon familjarët.
është jo i bukur për të parë, por edhe për të dëgjuar. Por ka thonë edhe një zanafill. Me patjetër që ka një zanafill, por jo zanafill që të del nga konteksti i gjës. Një zanafill që nuk ka nisur vetëm nga ana e Rogertit, por që ka eskaluar nga ofendime të shumta nga të dy palët, kush më pak e kush më shumë. Rogerti është duke dhënë gjithçka për këtë lojë, në lojën ku përdore gjithçka, e në këtë rast jetën e tij para publikut të formatit të Big Brother VIP e ka sjell vet Mali, ashtu siç e sjell secili banor. Okej. Mali e ka sjellur jetën para shikuesve të Big Brother VIP, por nuk ka të drejtë Rogerti në asnjë mënyrë që të përmend të familjarët e Malit, në asnjë mënyrë, sepse është problematik e tyre. Unë konsideroj respekt për zonjën Violeta Kukaj. Tani ne kemi dëgjuar të dy medaljet, nuk kemi dëgjuar anën e Violetës. Violeta deri më sot nuk është se ka dalë në mediat shqiptare për të treguar se në të vërtetë çfarë ka ndodhur me bashkëshortin e saj, pa marrë parasysh sido që të jenë gjërat në jetën e tyre, domethënë është privatësia e tyre dhe i takon Violetës dhe burrit të saj. Burri Violetës e bëri këtë gjë publike, shkovi të kërkon të birin dhe normalisht që në këtë rast domethënë banorët ta përdorin si gjë, por le të flitet brenda në shtëpi, le të pyetet Mali, le të merret anash, le të pyetet për raportin që ka me babain, për raportin që ka me nënën, pse ka arritur ngjarja deri këtu. Le ta shpjegon Mali atë që nuk e thot Violeta nëpër media, por jo të goditet dhe të denigrohet me fjalë të tipit që ti nuk je gjak shqiptari, që në fakt për shqiptarët e Kosovës kjo është një dhimbje shumë e madhe, është një fenomen njerëzor që ti të përmendësh një gjë të tillë, sepse vetëm ato e din se në të vërtetë se çfarë kanë hequr në luftën që kanë kaluar. Do të thonë janë trauma që edhe sot e kësaj dite kur i kujtojnë jo vetëm ato, por të gjithë ne ndjehemi shumë keq. Dhe mendoj që vetëm për këtë pikën Rogerti Mbrëm duheshte të skualifikohet nga loja apo të largohet nga shtëpia menjëherë ashtu siç u largua Casey. Por duke njohur strategjinë e Big Brotherit, sepse nuk është që e komentoj sot, unë po bëj pothuajse 4 vite në këtë rrugtim, duke njohur strategjinë se si funksionon fenomeni Big Brother, është më se normale që banori Rogert të mbahet brenda në shtëpi, sepse Rogerti ka të gjithë shtëpinë kundër, Rogerti ka të gjithë banorët kundër, është i vetmi banor që krijon situata të ndryshme dhe është i vetmi banor që me gjithë vetë dijen e tij ka zgjedhur që të jetë negativ, në një shoqëri si shoqëria jonë, që do të thonë të komenton keq, të shpreh urrëtie, të shpreh kërcënime, Rogerti ka përzgjedhur që të jetë negativ. Reagim të dytë për personazhin Rogert ka patur përsëri nga familja e Rogertit, duke shkruar në Instagram për dhunën në thonjza, në qoftë se mund të quhet dhunë kjo, që Mateo ka bërë natën e mbrëmshme, teksa banorët ishin gati për të bërë gjumë që ka tërhequr jorganin mbuluesen e Rogertit, e Rogertin falni, edhe ka gjuajtur në tokë ku Rogerti duket që është rrëzuar me kastile, se tani nuk mundet nga një tërheqje e jorganit të rrëzosh në tokë. Mua më duket rrëzim me kastile, vetëm e vetëm që të futën në kolaps Malin dhe Mali Mateon, dhe Mateo me patjetër që të komentohet në Prime dhe të gjykohet edhe nga ana e produksionit. Për shembull, në Instagramin e Rogertit shkruhet kështu, që ka marrë 106 komente. Dhuna fizike nuk duhet të kaloj. Tani nuk është dhunë fizike në qoftë se unë ty të marrë organin. Më duket çmenduri ta quajmë këtë tani dhunë fizike. Jo po tashi Mateo e kapi, e rau me dru, e zhdepin dru, ja theu këmbën, domethënë këto janë viktimizime të tepruara që vetëm hajt të nxjerrim diçka të keqe që ta mbrojmë Rogertin. Nuk mundeni ta mbroni, Rogerti e ka këtë karakterin, ndoshta mund të jetë i sinqert, është i sinqert, por është i sinqert i tepruar, sepse sinqeritetin e ka në bazë të ofendimeve. Tani në këtë shkrim shkruhet kështu: të gjithë mbrëm ishin bërë kundër Rogertit, duke e sulmuar për debatet e tij të ashpra me Malin. Mirë po, Rogerti asnjëherë nuk ka përdorur dhunë fizike siç u përdor mbrëm ndaj tij. Pas ofendimeve, lagjes së shtratit, tash banorëve u erdhi radha për sulme më të rënda ndaj Rogertit. Mateo, duke u fshehur nën petkun e lojës, ka hedhur Rogertin nga shtrati duke ja tërhequr me forcë të madhe jorganin. Ky veprim padyshim që bie ndesh me rregulloren e Big Brother, ku
Prekja fizike në këtë format është e ndaluar. Gjesti i Mateos duhet të shikohet me zarf të zi, imagjinoni, zarfi i zi pse i ke tërhequr tjetrit i organin, ë? Janë brenda një loje në shtëpi, ne për shembull unë kur kam qenë i vogël, mbaj mend, me shokët aty në lagje luani me jastiqe, godisnim njëri tjetrin me jastiqe dhe ç'të keq që ka këtu, nuk më duket mua për zarf të zi, mendoj që kur të kërkohet zarfi i zi, duhet të ketë një fakt shumë të madh për të kërkuar zarf të zi, sepse unë pikërisht në kanalin Monitor TV mbaj mend vitin e kaluar ua kam sjellur vlerat e zarfave, do të thënë çfarë nënkupton zarfi i bardhë dhe kur jepet zarfi i bardhë sipas rregullores së Big Brother, sepse edhe Big Brother ka ca ligje, kur jepet zarfi i kuq dhe kur jepet zarfi i zi. Tani kërkojnë thotë të merren masa ndaj Mateos pasi nuk bëhet lojë duke lënduar tjetrin, sidomos duke përdorur fuqi aq të madhe ku goditja mbase do kishte mundur të ishte më e madhe dhe më fatale. Për mendimin tim Rogerti nuk ra nga avioni, ë. Respekte për familjen, por mendoj që nuk ka nevojë që të bëhet kaq dram ky fenomeni sepse banorët janë aq të lënduar nga ana Rogertit, Rogerti aq shumë ka ofenduar saqë banorët e kanë shumë të vështirë të normalizojnë situatën edhe të ndjehen të qetë me të.